ndryshe në Top Albania Radio. Veti nuk ka. Është sikur asaj papagalli e di vetë. Shiko tani, se kemi qesh aq shumë gjatë publicitetit. Ja, vazhdoj qeshim. Po thoja i dashur Artan Kola. Po. Qesha më shumë gjatë publicitetit dhe ti je njeri i humorit, i tavolinës, një artist që të kënaq. Po. Dhe ti në 76 ditë, 66 ditë ke qenë aq i lezetshëm. Jo 66, pak më poshtë. Po mirë, ma tash po bëj një rrumbullakosje, një 60 ditë. I lezetshëm ka qenë 20 ditë. Më Jo, shumë ka jo, qenë. zemra jo. A disha kujtova se tha për 69 ditë, e ke parasysh vetë. Kujdes. Më i Dhe lezetshëm. 72 mos thuaj, 69 dhe 72 jo. Po, jo. Më simpatik. Sidomos 6 mos në më fare. Ata marroj. Po. Po thosha, në shumë ditë ka qenë, sidomos në fillim, në javët e para, aq i lezetshëm, Shumë aq lezetshëm, simpatik. më e thënë drejtën, shumë lezetshëm. O zot, çfarë humori. Kur tha vet Ledioni, na duhet një kanal numër 3 vetëm për Tan Kolën. Nuk di. Pse mërzotni e more kthesën? Pse muhabetin këto 2-3 javët e fundit? U bërej çik arrogant, u bërej çik negativ në kuptimin e fillove duke i radhë. Po të flas sikur nuk jemi në televizion edhe në radio. Po të flas, po më shapa po fol. Jo, po të flas sikur jemi kafe të dy. Jo, Do me të pse more kthesën ti, aq simpatik, aq humor, aq pozitiv, aq gallat. Ç'a ndodhi? Ç'a ndodhi me ty? Faktikisht, ke parasysh ku shko dysheza? Pse pra filloi dysheza? U futën frenat. U futën frenat. E ke parasysh Po frenadore Po s'kishe? sa tubi alkoolit, shkoj pedalin fund. Po qishe, se shkoj. A kur qa Tan Kola, për te shakave, çfarë ndodhi me ty? Se ky është një reality show, ky është një fenomen, është eksperimentale gjitha. Çfarë ndodh me njeriu që ka kështu kthesash, edhe kështu kalimesh nga e bardha në zezë, nga e zeza në të bardha, po quhet si dush. Mendoj se nuk shkova komplet e zeza? Jo. Ndoshta shkova afër të zezës, por kalova prapë në gri. Apo në gri. Ke pjesa grigjo. Dhe në fund fare, pastaj atë mendoj që atë dali që bëre ishte në formë proteste dhe për ato njerëz që ishin aty dhe mënyrën se si çfarë ndryshoi ke ty? Thjesht përveç asaj që jam humore, që kam humorin tim, këngën e tjerë, nuk më pëlqen shumë padrejtësia. Do thënë atë që e shoh keq ke dikush tjetër, më mirë ja them ashtu si e mendoj. Ç'a kishe me Mirin? Pse ju kundërvure Miri? Që në fillim Mir, Tulla, se që thoshe Mir, ku diun. Pse e pate me Mirin këtë kundërvënie? Ditën e parë, do të thënë kohë të para, se fillimi ishte normal me Mirin, se me çdo njeriu aty jam sjell shumë mirë. Kam qenë bujar në përgjithësi, ato gjëra që I dim, kemi pa shumë mirë, më ditem. Jo, njeriu pra ta them. Atëherë pjesa e Mirit ishte nuk më pëlqeu pjesa e lojës që po bëndoi me kravatin. Nuk e di se si arriti, do të thonë shkoi vetëm nuk u hëdh në kushtetut, a shumë në vota gjithë publikun që a kanë gjë këto dy apo jo? Referendum që. Referendum, bravo. Kanë gjë ata të dy apo jo? Sipas teje. Sipas meje ka loj, kishte, se tash s'ka gjë më për momentin, inshallah nuk kanë gjë, inshallah do zoti që se Po pse çfarë punë prisht kanë gjë ose mos kanë gjë? A më fut koti. Si do të thonë, ai burri martuar 40 vjeç. Po ndjenjat janë ndjenja aty, s'ke sa bën. Njifen ndjenja në gjithë botën. Pse i ke pas shkruan ndjenjat ndonjëherë ti? Jo, instiktin e kam logjikën më të fortë se instinkti. Po se shpuna logjikës. Po, instinkti im më të thotë nuk ishte në këtë kuptim ç'a ka ç'a s'ka, se domethënë ne po komentojmë atë që shohim, sipas teje. Pse të shqetëson të ty krevati i Mirit, ai sa të kaloi ti Miro, kështu e ti Miro, ashtu e ti Miro, tulla. Dgjaj, unë kam ndjek atë si emision dhe më përpara. Kur flet dikush, sepse puna funit ka dhe dinamike dhe të folme dhe mënyra të shikues. Nëse një vajzë shef dhe flet në një mënyrë pak jo shumë, mos më pëlqej për shemb mënyra në fillim kur e kam parë në televizion, kur ishim bashk, kur isha unë jashtë, kur rishim bashk, kur e fërkonte pak, kur fliste pak, ka dhe të folme e mënyra. Si isha dakord ti që një burr i martuar të bënte kështu? Domethënë, ti thua që ata të dy kanë pas një ndjenjë. Po, normal. Ajo më shumë apo ai më shumë? Ky sa ajo tull pra. Që këtu fillon tulla. Pra këtu e hongri tulla. Unë tull kuptoj për qeros. Po jo me tulla e djegmi që ka pas bën fush atje në Vor. Ka djathtë që ishte plot. Çfarë mendimi ke ti për Rogertin? Apo atë që the shejtan budalla, ç'a the? Nuk duhet me thon drejtën, përderisa jam këtu nuk duhet të merrem shumë me persona tash, sepse jam nga jashtë dhe nuk duhet të bëj. Po gjykojmë se ti i njeh më mirë se i qen aty, ne çaj kemi paga. Nuk kam dëshirë të bëj analistin, sepse fundit ato janë loj, unë po shoh nga jashtë. Okej, mirë flasim për ty. Bravo, fole pak më parë
për Luizin, që erdhi Luizi, u bë dyshe deri në atë moment, ti po ndjeje pak dobësi. Luizi ty të ndihmoi në lojën tënde apo të zhyti në lojën tënde, se disa prej banorëve aty, Rogerti e tjerë thanë, këti i prishi punë Luizi i prishi punë këtij. Sipas teje, të prishi apo të rregulloi punë Luizi? Dgjoj. Faktikisht Luizi jo mu po erdhi si mesazh për gjithë banorët, sepse për secilit nga ato, sepse duke qenë afër aty me te, ishin në prezent për çdo gjë dhe të njëjtë mesazh kishte për gjithë. Bile në kur nuk më harrohet ke pjesa kur i tha Kunotës, Gretës, i tha ti e ke marrë misionin tënd, çdo gjë ti mund të vazhdosh. Për vete, për ty, ti dhe Luizi. Të tjerët i kemi parë gjithë çai tha Gretës, çai tha. Pra, e kuptoj pra, për veten time mendoj që nuk është më ka ndihmuar shumë, sepse ai më la hiku, nëse do ishte me mua, do kisha një pas do të ikja aty të prishi punë. Ikja aty normal sepse ishte ju e besuat gjithë atë. Po jo ishte edhe diferencimi. Sepse ikën Luizi, ka bërë një lojë shumë bukur, po to bën ortak bashk, edhe në momentin që unë kalova, hiku Luizi, eca një javë sipas Luizit, dhe s'kisha forcë më me vazhdu lojën si për të ndodhur. Se ai është natyrë tjetër, edhe ti natyrë tjetër. Jo, s'është puna natyrës. Po është puna natyrës. Luizi ka. Lojë vazhdon, ti humor ditë bësh. Kur sa Salzano ke hy vetëm. Luizi forca kam hy vetëm, doja ta tregoja vetëm, por Luizi kishte diçka shumë të madhe. Në armën që kishte në atë kohë kur luajti lojën, lute për atë që ke shtëpia valla. Për dashurinë, për gjë. E kuptova, po Luizi është një nga ato lojtarë që ishte gjithmonë në vendin ku bëhesh debati. Nuk shmante ai çdo gjë. Aty ku ishte debati, aty shkonte ai. Pastaj mënyra mënyra e interpretimit që i bën ai gjithë diskutimit, ku fut një batutë humori, ku fut një barsalet që ka të bëjë me atë gjën që po ndodh aty, me ironizon, domethënë këtë të kishe marrë nga ai. Pra, kjo që tu ti është shumë e vërtetë. Edhe i bim shkur, zdesha me fitu Big Brother. Shumë mirë. Zdesha me fitu. Po ta kisha do kisha fitu. Pra, po shumë mirë. Unë them tani Big Brother ti gjithë ajo që ka kaluar tani, ti jetë tankola që do i vësh qepenin Big Brother dhe gjithë ata që kur dalin ti do i shikosh si njerëz që kanë qenë dikur jashtë, apo ti do kesh me mirin për shembull, se ti mund të bashkëpunosh me mirin, ti je këngëtar, ai është reper, ti mund të shikosh miro, e kam bën. Mos me net ke cepi, se je çun tirone miro, të ka hik lezeti, ka hik lezeti atë në bëm. Si ka hik lezeti fare, janë në vend të parë në Top Awards, në 100 këngët më të mira, mund ta kujtojmë apo të zgjojmë, mund ta kujtojmë çka ka thënë. Tankola ke ndryshe në tetor të 2025-s. Tetor të 2025-s, që ta din gjithë. Qa emisioni këtu, a? Jepi play. Ora, një pyetje, do ketë në një dëshirë nga ju të hyjmë Big Brother, për shkak se do ketë ofertë? Wow. Edhe mundë. Ti mund të hysh tani, po që se ke ofertën? Po normal mos ka në gjë. S'ka në gjë? Edhe Samiu me qef e ka. Jo, nuk e kam me qef fare. S'më pëlqejnë, nuk më pëlqejnë ato 4 mure që rrin këtu para, ato njerëz banorë që rrin. Po ti do kënaqesh vetëm në ozonet e kanë menjen me po jo, ai është intrigë madhe. Intrigë madhe atë mëna më çfarë. Ja fusi njëri tjetrin. Provo. Tankola ka thënë do futem, le të jetë intrigë, le të jetë lojë e vështirë, unë do ta provoj dhe e provoj. A ishte një lojë intriguese? Aty normal. A ishte një lojë sfiduese? Shumë sfiduese. A ishte një eksperiment që ti, si thonë, e njeh veten në 360 gradë dhe kalon shumë sprova? Domethënë, e njohet më shumë veten pas Bigut? E njeh më shumë veten tani? Normal. E njeh më shumë. Edhe gjëra që ti si dije që i kishe, për shembull, këto sportimet. Dëgjoj. Ky Big Brother vërtet më ka dhënë shumë. Domethënë, si ka pas tonë ai burri huj. Si ka thënë burri huj? I rilindur. I rilindur. Domethënë po pa. Tankola ka rilindur. Jo, edhe nga fillim. Po çdo kam rilindur. Po lutem. Ka rilindur ai Tankola. Jo. Edi Rama ka rilindur. Po, me gjithë to që po bën Partia Socialiste ka rilindja. Ka shumë njerëz që rilindin nga këto. Vëllezërit frashë. Rilinda si frashë. Do pse jemi vetëm pas pak. Po ato me trilindër, se mos i ka trotë. Është Rilindas. Rilindas pra. Po Rilindas. Ato Rilindas sa tha. A kemi kujdes mikrofonin.
Kujdes mikrofonin pak kthehemi me Tankolën dhe ekskluzive për herë të parë. Kthehemi pas pak se sot për herë të parë ekskluzive në këtë program, siç na kishte premtuar, Tankola publikon këngën e tij më të re fill pas daljes nga Big Brother. Është balado. Por na ka ardhur dhe një mik tjetër i Tanit edhe artisti nderuar i respektuar Alban Fortuna do të jetë me ne. Kompozitori më i madh i gjithë një nga emrat më të njohur të muzikës shqiptare. Edhe me thënë drejtën, Elona, unë nuk e di, mund ta njoh, po gjithmonë emrin ja di, po se për fytyrën nuk e di që është ky Alban Fortuna. Është ky, do ta sa ta njohësh, sa ta shohësh, do ta njohësh. Kështu që rini me ne, dëgjoni këngën më të re të Artan Kolës, Alban Fortuna do të jetë pas pak edhe për 30 minuta të tjera duke folur për Bigun dhe për muzikën. Kemi publicitet.